Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gencejko në komunikimin mujor me mediat ka bërë të ditur se komisionet për transferta digjitale në euro dhe në lek do të ulen deri në 10 herë. Sipas tij, ky është një përfitim nga digjitalizimi, por edhe nga përfshirja e vendit në sistemet europiane të pagesave. Ky vendim i Këshillit Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë i fundit i ka ulur afërsisht 10 herë komisionet krahasim me nivelet e mëparshme të komisioneve. Normalisht komisionet për transferta digjitale deri në 40.000 lek, se s'po flas me të vjetra ka 100.000 lek, deri në 40.000 lek, se jemi bankë qendrore, janë zero. Pra, deri në 40.000 lek, të gjithë transfertat digjitale që do të kryen janë me zero komision. Transfertat në lek nga 40.000 lek deri në 10 milion lek do të chargjohen me 0.005 të vlerës së tyre, por jo më shumë se 500 lek për komision për transfer. Dhe pastaj transfertet e tjera mbi 10 milion lek të reja, gjithmonë flasim se ne ngatrohemi me lekët, do të jetë maksimumi i komisionit 750 lek. Pra nuk do të ketë komision mbi 750 lek për çdo lloj transferte në lek të kryer në formë digjitale. Ndërkohë që përsepër se transfertet e tjera në euro dhe valutat tuaja, por në euro, transferta deri në 100.000 euro do të jetë 0.01 e vlerës dhe transfertat mbi 100.000 euro nuk do të jenë mbi 25 euro komision. Mos harrojmë që kemi pasur dikur transferta edhe deri në 280-300 euro për komisione për transferta. Pra nuk do të ketë komision mbi 25 euro dhe një informacion tjetër i rëndësishëm është për të gjithë qytetarët shqiptarë që marrin remitanca, që presin euro nga familjarët e tyre, çdo pritje, çdo transfert hyrëse nuk do të chargjohet më shumë se 3 euro. Pra 0 deri në 3 euro do të jetë komisioni për gjithë transfertat me pritje për qytetarët shqiptar pas vendimit të fundit të Këshillit Mbikëqyrës, por dhe pas hyrjes në SEPA. Pra transaksionet do të kenë kohë më të shpejtë, siguri më të madhe nga sulme të ndryshme, hackersa ose siguri kibernetike dhe komisione mjaft më të ulta. Ndër të tjera, Seiko deklaroi se Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5%.